Vazhdojmë me pikën e radhës rendit të ditës, shqyrtimi i propozim vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për autorizimin e zgjatjes për zbatimin e ligjit për ndarjet buxhetore të vitit kaluar fiskal edhe për muajin mars të vitit 2026, siç bëm për rregullore gjithsesi për rezolutën paraprake edhe për këtë çështje kërkohet që të shmangemi nga rregulloria. Prandaj me këtë rast ftoj përfaqësuesen nga lëvizja vetëvendosje, nga grupi parlamentari vetëvendosjes që ta bëj propozimin për shmangje nga rregulloria, zonja Arbriena Gafci, shefe e grupit parlamentar. Faleminderit të nderuar kryetare, të nderuar kabinet qeverisës, kryeministër, të nderuar deputet, më lejoni që fillimisht ti uroj kësaj legislature të 10 punë të mbarë edhe suksese. Në emër të lëvizjes së vendosje propozoj mocionin procedural për shmangje nga rregulloria në bazë të legjislacionit në fuqi në lidhje me propozimin e qeverisë për shmangje nga afatet procedurale për votimin e vendimit për zgjatje buxhetore të buxhetit të vitit 2025, pas parasysh domosdoshmërinë e miratimit sa më të shpejtë të buxhetit, por njëkohësisht edhe marrjes së hapave paraprak që të sigurohemi që të mos ketë asnjë ngecje në realizim të buxhetit për muajin në vim. Ju ftoj që të miratojmë këtë shmangje nga rregulloria. Faleminderit. Faleminderit zonja Ana Gafci. Në salë janë të pranishëm 110 deputet, a e keni kërkuar fjalën zonja Lushaku? Po, fjala është për ju. Zonja kryetare, e ndjej përgjegjësi me sharruar që sot ka pas një konsenzus dhe jemi dakorduar vetëm për vënien e pikës së rezolutës dhe jo për përmbajtjen. Andaj pata obligim që ta sharroj këtë publikisht. Faleminderit zonja Lushaku për sqarimin. Edhe në kryesi është diskutuar që është rezolutë e punuar nga ekspertët, siç e përmendi zoti Gruta, prandaj me që rezoluta u votua, diskutimet i lëm për momente të tjera. Vazhdojmë, në salë janë të pranishëm 110 deputet. Kush është për që të shmangemi nga rregulloria? Kush është kundër? Kush abstenon? Njëqind deputet kanë votuar për, asnjë kundër, asnjë abstenim. Prandaj tani ftoj përfaqësuesin e Qeverisë Republikës së Kosovës, Ministrin e Financave, zotin Heguran Murati, që ta paraqes dhe arsyetoj propozim vendimin. Faleminderit nderuar kryetare e Kuvendit, të nderuar deputet, kërkesa për zgjatjen siç parashihet me nenin 24 të ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë është bërë në kuadër të nevojës pra për të përmbushur pagesat apo rrjedhën e pagesave pa ndërprerje dhe pa probleme përgjatë këtyre muajve, pra për aq sa nuk kemi buxhet të miratuar. Siç e dini, neni 24 i LMFPP se parashet që në rastet kur ka pasur zgjedhje dhe vendi nuk ka buxhet të miratuar, atëherë 2 muajt e parë të vitit zgjaten me automatizëm, ku për secilin muaj pra është 1/12 apo 2/12 për 2 muajt e parë, pra muaji janar dhe shkurt, siç e kemi pasur rastin. Megjithatë, kjo ndarje normalisht nuk ka mjaftuar për shkaqe që dihen, sepse siç e dini, disa prej pagesave rrjedhëse që kanë qenë gjatë vitit të kaluar, tek pagat të zëm, ka pasur një rritje në muajin korrik, e cila në ligjin për ndarje buxhetore është reflektuar, por me që zgjatja prej 1/12 e merr mesataren e gjithë 12 muajve të vitit kaluar, pra ajo nuk mjafton edhe tek pagat, por në anën tjetër edhe tek shpenzimet tjera rrjedhëse, siç janë disa kategori të pensioneve që ishin rritur pra në 3 mujorin e fundit të vitit kaluar, si dhe disa kategori të shtesave për fëmijë. Pra në këtë mënyrë
pagesat e janarit janë ekzekutuar duke bërë për një pjesë të këtyre alokim të parakohshëm nga muaji i shkurt. Ne kemi sjellë edhe ligjin apo projekt ligjin për ndarje buxhetore këtu, pra që do të siguronte se në momentin që miratohet projekt ligji siguron që vazhdon tutje sepse hyn fuqi dhe ka mjete të mjaftueshme të buxhetuara. Megjithatë, deri në shterjen e gjitha procedurave që miratohet pra projekt ligji për ndarje buxhetore, që i bie 2 leximet, pastaj edhe dekretimi nga presidentja, mund të arrijmë në një situatë ku pra mund të kemi edhe vështirësi në ekzekutimin e të gjitha pagesave rrjedhëse ashtu siç parashihet pra, sepse nuk kemi qenë pra ose s'kemi dëshiruar që të arrijmë në situatë ku bëhen pagesa të pjesshme në mënyrë që pastaj kur të miratohet buxheti të ekzekutohen. Pra është vetëm një çështje teknike e cila pra kërkon që derisa të hyjë në fuqi ligji për ndarje buxhetore, i cili po besoj do të trajtohet sonte këtu, ta kemi si një siguresë edhe këtë zgjatjen prej një muaji shtesë, ashtu siç parashihet pra me ligjin për menaxhimin e financave publike në kuadër të nenit 24 që parasheh mundësinë për zgjatjen maksimumin në 3 muaj, në këtë rast edhe për muajin mars. Faleminderit shumë. Faleminderit po ashtu i nderuar ministër Murati. Tani është fjala e kryetarëve apo përfaqësuesve të grupeve parlamentare. Radhën e ka lëvizjave të vendosje, zonja Arbriana Goakci, shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes. Faleminderit të nderuar kryetare, pas parasysh arsyetimin e ministrit Murati, pas parasysh edhe domosdoshmërinë e ekzekutimit të buxhetit dhe mos shkaktimit të asnjë pengese për të gjithë zyrtarët publik, por edhe institucione tjera në realizime gjatë muajit mars, ne e mbështesim këtë propozim. Faleminderit. Tani radha është e grupit parlamentar PDK, zoti Arjan Tahiri. Të nderuar deputet, nderuar kryetore, kabinet qeveritor, duke patur parasysh situatën dhe në mënyrë që të kontribuohet dhe të ketë rrjedhshmëri, edhe Partia Demokratike e Kosovës voton për. Faleminderit. Faleminderit i nderuar zoti Tahiri. Tani është radha e grupit parlamentar të LDK-s, zonja Lushaku. Duke marrë parasysh rrethanat buxhetore në cilat është Kosova, e përkrahim edhe ne zgjatjet buxhetore për këtë muaj. Faleminderit zonja Lushaku. Tani është radha e grupit parlamentar Lista Serbe. Nuk e dëshirojnë fjalën. Tani është radha e grupit multietnik. Ndjes zoti Tahiri, zoti Aslani. Fjallën regjia zotit Artan Aslani, shefi grupit parlamentar multietnik. Nderuar kryetare, nderuar kabinet qeveritor, të nderuar deputet, në emër të grupit multietnik ne mbështesim propozimin për zgjatje buxhetore. Faleminderit. Faleminderit po ashtu. Tani është radha e AAK-s, zoti Tahiri. Faleminderit kryetare, nderuar deputet, kjo është një procedurë standarde dhe normal që votojmë. Faleminderit. Faleminderit Besnik, faleminderit për konstruktivitetin. A ka të tjerë deputet që dëshirojnë të paraqiten për fjalë? Po shoh që nuk ka, atëherë në sallë janë të pranishëm 108 deputet. Plus deputetët që me ngritje dore të deklarohen, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë për kanë votuar 99 deputet, kundër asnjë, abstenim asnjë. Prandaj konsideroj që është votuar. Faleminderit të gjithë deputetëve apo miratohet vendimi për ndarjet buxhetore. Tani vazhdojmë me pikën